Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Ernita Luzi. Qeveria do të aplikojë një skemë të rritjes së përmuajshme të pensioneve duke filluar nga 1 janari i vitit 2026. Rritja do të jetë në bazë të kategorive dhe fillon nga 600 lek deri në 1800 lek në muaj. Qëllimi është rritja e pensionit mesatar deri në vitin 2029. Qeveria do të aplikojë një skemë të rritjes së përmuajshme për të gjitha kategoritë e pensioneve përtej indeksimit vjetor. Kryeministri Edi Rama ka konfirmuar se në projekt buxhetin për vitin 2026, i cili ka kaluar në parlament, është miratuar kjo skemë që synon rritjen e pensioneve. Konkretisht, rritja varion nga 600 lek deri në 1800 lek në muaj. Konkretisht, sipas kategorive, në fund të mandatit duhet të arrijmë që pensioni mesatar të rritet si më poshtë. Pensioni urban me vitet plota pune të shkojë 40.000 lek të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lek të reja nga 15.850 lek që është sot. Pensioni rural të shkojë 18.000 lek të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar të shkojë 18.000 lek të reja nga 11.400 që është sot. Dhe pensioni i invaliditetit të shkojë 30.000 lek të reja nga 20.000 që është sot. Kryeministri theksoi se me këtë rritje për çdo muaj dhe aplikimin e kësaj skeme në 4 vite, synohet të arrihet premtimi për rritjen e pensionit mesatar deri në 400 euro në muaj. Nga janari vitit 2026, pensionet do të rriten çdo muaj si vijon. E përsëris përtej indeksimit vjetor që do të jetë një tjetër gjë. Pensioni urban në vitet plota pune do të rritet 1.800 lek. Pensioni urban i pjesshëm do të rritet 800 lek. Pensioni rural do të rritet 1.000 lek. Pensioni familjar do të rritet 700 lek. Pensioni i invaliditetit do të rritet 600 lek. Përfitues të kësaj rritje do të jenë rreth 721.000 pensionistë në të gjithë vendin, ku përfshihen të gjitha kategoritë e pensioneve. Administrata tatimore ka mbledhur rreth 379 milion euro vetëm për muajin tetor 2025, duke regjistruar një rritje të ndjeshme të ardhurave me 13.1% në raport me tetorin e vitit 2024. Konsumi, tatimi mbi pagat dhe të ardhurat nga kontributet kanë performancën më pozitive. Vjeshta ka hyrë me këmbë të mbarë sa i takon të ardhurave në buxhet të mbledhura nga administrata tatimore, kryesisht si rrjedhoi e rritjes së konsumit dhe taksimit të pagave. Në muajin tetor të ardhurat nga tatimet regjistrohen në 37.9 miliard lek, apo rreth 379 milion euro, duke bërë një kapërcim me rreth 13.1% në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo shifër ka vijuar në trendin pozitiv të muajve të verës, ku pavarësisht faktit se sezoni veror dhe efekti turizmit masiv nuk është më prezent, sërish tregon konsum të lartë, duke qenë se peshën kryesore në të ardhura dhe në rritje zë tatimi mbi vlerën e shtuar. Në muajin shtator të ardhurat u regjistruan në 392 milion euro, ndërsa në gusht 385 milion euro. Referuar të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, sa i takon 10 mujorit, të ardhurat tatimore regjistrohen në 379 miliard lek, duke u rritur me 12.1% krahasuar me janar-tetor 2024. Të ardhurat tatimore përfshin të ardhurat nga TVSH neto në vend, tatimin mbi fitimin, tatimin mbi të ardhurat personale, taksat nacionale, të cilat kanë pasur performancë pozitive për gjatë gjithë vitit. Faktorët kryesorë të rritjes së të ardhurave lidhen me rritjen ekonomike, aktivitetin më të lartë të biznesit dhe konsumin e shtuar, çka është reflektuar në TVSH-n e brendshme dhe tatimin mbi fitimin. Tatimi mbi të ardhurat personale është një tjetër zë me peshë të konsiderueshme në të ardhurat tatimore, i cili reflekton pagat e rritura të administratës dhe të sektorit privat, si dhe efektet pozitive që ka dhënë reforma anti-informalitet në këtë drejtim. Fushata për faturimin elektronik dhe kontrollet e shumta në terren duket se ka dhënë kontribut në formalizim dhe rritjen e të hyrave tatimore. Po ashtu deklarimi dhe pagesa e detyrimit të divas nga të punësuarit në vend duket se ka ndikuar në këtë performancë. Të ardhurat nga fondet speciale, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të mbledhura nga administrata tatimore kanë njohur një rritje të konsiderueshme muaj pas muaji, të cilat gjithashtu reflektojnë reformën e rritjes së pagave dhe ato kundër nëndeklarimit të tyre. Ndërsa me rritjen e pagës minimale nga 1 janari 2026 në 50.000 lek, parashikohet gjithashtu një rritje ndjeshme të ardhurave nga kontributet, si dhe nga tatimi mbi pagat.
Në portalin kombëtar të punësimit puna.gov.al janë shpallur 6.000 vende të lira pune. Pozicionet përfshin qindra vende pune në sektor të ndryshëm, si në industrinë e prodhimit, shërbime, tregti, turizëm, teknologji informacioni, bujqësi dhe administrat. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive njofton se janë të shpallura 6.000 vende të lira pune në portalin kombëtar të punësimit puna.gov.al, duke ofruar mundësi të shumta punësimi për qytetarët në të gjithë vendin. Pozicionet e shpallura përfshin qindra vende pune në sektor të ndryshëm, si në industrinë e prodhimit, shërbime, tregti, turizëm, teknologji informacioni, bujqësi dhe administrat. Këto mundësi janë të hapura për të gjitha nivelet arsimore, nga punëtor të kualifikuar deri te specialist dhe drejtues. Procesi i aplikimit është i thjeshtë, i shpejtë dhe plotësisht online përmes portalit zyrtar puna.gov.al, ku çdo person mund të krijojë profilin e tij dhe të aplikojë për pozicionin që i përshtatet më shumë. Nëse qytetarët kanë nevojë për asistencë gjatë procesit të aplikimit, ata mund të drejtohen pranë zyrës më të afërt të punës ose të kontaktojnë me Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive përmes emailit apo WhatsAppit për çdo pyetje apo ndihmë shtesë. Ky është një moment i rëndësishëm për të gjithë ata që janë në kërkim të një mundësie të re profesionale, një hap drejt punësimit dhe zhvillimit të aftësive personale. Synimi mbetet lehtësimi i punësimit në vend për të ndihmuar qytetarët në ndërtimin e një të ardhmeje më të sigurt profesionale. Ndërkohë, sipas të dhënave të Instat në tremujorin e 2 të vitit 2025, shkalla zyrtare e punësimit për popullsinë 15 deri 64 vjeç është 69.1%, krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë. Kjo shkallë është rritur me 0.5%, ndërsa shkalla zyrtare e papunësisë për popullsinë 15 vjeç e lartë është 8.5%. Ky tregues është ulur me 0.1% nga tremujori më parshëm, por në raport me të njëjtin tremujor të një viti më parë ka mbetur i pandryshuar. Numri i konsumatorëve që vetëprodhojnë energjinë elektrike ka pasur rritje me 30% për gjatë këtij viti. Sipas të dhënave zyrtare, aktualisht numërohen 3.137 klientë që kanë statusin e vetëprodhuesit nga 2.415 klientë që ishin në fund të vitit të kaluar. Numri i konsumatorëve që vetë prodhojnë energjinë elektrike ka pasur rritje me 30% gjatë këtij viti në raport me vitin 2024. Sipas të dhënave zyrtare nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike, aktualisht numërohen 3.137 klientë që kanë statusin e vetëprodhuesit nga 2.415 klientë që ishin në fund të vitit të kaluar. Kapaciteti total i instaluar nga këta konsumator që kanë zgjedhur të investojnë në energjinë e rinovueshme është 284 megawatt-pik, apo 31% më shumë se fundi i vitit 2024, kur kapaciteti total i instaluar ishte rreth 217 megawatt-pik. Të dhënat e USHE tregojnë se 30% e vetëprodhuesve janë klient familjar, ndërsa pjesa tjetër është instaluar nga bizneset që përbëjnë dhe pjesën më të madhe të autokonsumatorëve të energjisë elektrike. Gjithsesi, në këtë strukturë nuk mungojnë as institucionet shtetërore, si bashki, ministri apo institucione arsimore, që kanë instaluar panele diellore për gjenerimin e energjisë, si dhe konsumator jo buxhetor, ku përfshihen ujësjellsa, poliklinika apo qendra shëndetësore. Ndërkaq, sfidë mbetet caktimi i çmimit të energjisë elektrike të prodhuar nga vetëprodhuesit e energjisë. Në rezolutën e fundit për entin regulator të energjisë, Parlamenti thekson se pas miratimit të metodologjisë përkatëse nga Këshilli i Ministrave, duhet të merren masat e nevojshme për miratimin në kohë të çmimit të energjisë së gjeneruar nga vetëprodhuesit, duke e konsideruar këtë një hap të rëndësishëm për zhvillimin e tregut të energjisë së gjelbër. Në tetor, bizneset në tregti, industri dhe ndërtim shfaqën më shumë optimizëm për ekonominë, duke rritur treguesin e ndjesisë ekonomike me 1.9 pikë. Bizneset në ndërtim presin ulje të çmimesh, ndërsa ato në industri dhe tregti parashikojnë rritje të çmimeve dhe punësimit. Bizneset janë më optimiste për gjendjen aktuale dhe të ardhmen e ekonomisë, ndërsa qytetarët jo. Sipas vërejtimit më të fundit të Bankës së Shqipërisë, treguesi i ndjesisë ekonomike është rritur me 1.9 pikë në muajin tetor. Kjo ka ardhur për shkak të rritjes së besimit nga bizneset në tregti, industri dhe ndërtim, ndërsa konsumatorët dhe bizneset në sektorin e shërbimeve janë shprehur më pak optimist.
Treguesi besimi në ndërtim u rrit me 2.4 pikë në tetor. Kjo rritje u përcaktua nga vlerësimet për aktivitetin aktual ndërtues, si dhe niveli i porosive të reja. Kjo mund të sjellë një rritje të ofertës në tregun e banesave, prandaj bizneset të ndërtim kanë shfaqur pritshmëri për ulje të çmimeve në vijim. Po ashtu, besimi në industri u rrit me rreth 6 pikë dhe kjo për shkak të vlerësimeve të përmirësuara për kontratat porositëse të bizneseve nga eksportet. Gjithashtu, bizneset dhanë vlerësime më të mira edhe për prodhimin industrial aktual. Treguesi besimi në tregti ka shfaqur të njëjtën prirje. Niveli i tij qëndron aktualisht rreth 11 pikë mbi mesataren, duke u ndikuar në kahun rritës nga vlerësimet më të mira për ecurinë e biznesit aktual. Bizneset në tregti presin rritje të çmimeve dhe punësimin në të ardhmen, një lloj si ato në industri. E kundërta ka ndodhur me besimin në shërbime, i cili ra me 2 pikë muajin që lan pas. Rënja treguesit të besimit në shërbime u përcaktua kryesisht nga balancat më pak pozitive të ecurisë aktuale të aktivitetit të tyre dhe nivelit aktual të kërkesës. Bizneset kanë rishikuar për poshtë ecurinë e pritur të çmimeve në të ardhmen. Gjithashtu edhe besimi i konsumatorëve regjistroi një rënje të lehtë me 1 pikë. Konsumatorët janë pesimistë si për situatën ekonomike të vendit, ashtu edhe për gjendjen e tyre financiare në të ardhmen. Vlerësimi i tyre për blerjet në shuma të mëdha, aktuale dhe në të ardhmen, gjithashtu ran në muajin tetor, ndërsa presin edhe rritje të çmimeve. Kreditë e reja për bizneset shqiptare janë rritur ndjeshëm në shtator, me tregtinë dhe ndërtimin që udhëheqin huamarrjen, ndërsa transporti dhe energjia kanë shënuar rënje. Sektori i tregtisë me shumicë dhe pakicë mbetet më i madhi për nga vlera e huave të reja me 8.6 miliard lek, me një rritje prej 37.1% krahasuar me shtatorin e një viti më parë. Në shtator të vitit 2025, kreditë e reja për korporatat jo financiare private arritën nivelet e reja në disa sektor kyç të ekonomisë sipas të dhënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë. Flukset hyrëse mujore të huave tregojnë një zgjerim të dukshëm të financimeve në sektorit e tregtisë dhe ndërtimit, ndërkohë që transporti shënoi rënje. Sektori i tregtisë me shumicë dhe pakicë mbetet më i madhi për nga vlera huave të reja me 8.6 miliard lekë, me një rritje prej 37.1% krahasuar me shtatorin e vitit 2024. Kjo tregon për një dinamizëm të fortë të konsumit dhe të zinxhirit të furnizimit. Në vend të dytë vjen ndërtimi me 4.4 miliard lekë huave të reja me një rritje prej 36.6% në bazë vjetore. Në sektorin prodhues bujqësia shënon një rritje të fortë prej 127.7%, duke sinjalizuar gjallërim në agrobiznes. Industria nxjerrëse u rrit me 15.5%, por ajo përpunuese ra me 7.5%, ndërsa energjetikat kurret ndjeshëm me 67.4% pas një periudhe investimesh të mëdha. Ndërkohë nga ana tjetër furnizimi me ujë dhe menaxhimi i mbetjeve shënoi një rritje goxha të lartë. Një nga zhvillimet më interesante është sektori financiar dhe i sigurimeve me një kërcim prej 556.8%, duke arritur në 1.74 miliard lekë kreditë reja. Ky zgjerim sugjeron një rritje të investimeve brenda vetë sektorit financiar, ndoshta për shkak të transformimeve teknologjike, konsolidimeve apo nevojës për kapital shtesë. Në mënyrë të ngjashme, shëndetësia dhe aktivitetet sociale kanë përjetuar një rritje mbreslënse prej 442%, duke kaluar nga 174 milion në 945 milion lekë. Në kontrast të plot, transporti dhe magazinimi janë të kurrur me 83.6%, duke rënë në vetëm 350 milion lekë nga mbi 2 miliard një vit më parë. Edhe administrimi publik dhe mbrojtja kanë regjistruar një tkurrje pothuajse totale me 99.6%, duke kaluar në nivele simbolike. Sektori i akomodimit dhe shërbimeve ushqimore është rritur nga ana tjetër me 95.4%, duke kaluar në 1.4 miliard lekë, një tregues pozitiv për turizmin dhe hotelerinë, të cilat përfitojnë nga një sezon i zgjatur dhe investime të reja në infrastrukturë. Ndërkohë, aktivitetet e pasurive të paluajtshme kanë shënuar një rritje prej 125.7%, duke reflektuar bestimin në tregun e pronave. Në fund të tabelës qëndron një shifër e vogël, por e pazakont. Aktivitetet e organizatave ndërkombëtare kaluan nga vetëm 0.01 milion lekë në 11.08 milion lekë, një rritje të lartë. Edhe pse e parëndësishme për peshën e përgjithshme, ky detaj sinjalizon një lëvizje të vogël të kredive edhe në sektor që tradicionalisht nuk marrin hua. Në tremujorin e tretë të vitit 2025, Tirana kryeson me depozitat më të larta për frymë në Shqipëri, me rreth 1.1 milion lekë për banor, ndjekur nga Vlora dhe Durrësi. Ndërkohë, Elbasani dhe Fieri ka nivelin më të ulët të kursimeve për frymë.
Një qytetar i Tiranës mban mesatarisht 1.1 milion lek në një depozit në bank. Sipas një analize të kryer nga televizioni Skan, duke llogaritur shumën e depozitave në 3 mujorin e tretë të këtij viti, me numrin e popullsisë sipas qarqeve nga censi i vitit 2023, Tirana kryeson me kursimet më të larta për frymë në bank. Në vend të dytë renditet Vlora, me 730.000 lek kursime që një banor mban mesatarisht në bank dhe Durrësi me 574.000 lek. Nga ana tjetër, Elbasani dhe Fieri kanë vlerën më të ulët të depozitave për frymë, vetëm 327.000 lek dhe 332.000 kursime për frymë mesatarisht. Ky tregues mund të lidhet me të ardhurat më të ulëta në këto dy qarqe, ose prirje më të madhe për konsum në rastin e Fierit, por jo Elbasanit. Por pse Tirana ka shumën më të lartë të depozitave për frymë? Prirja për të kursyer është një faktor, por edhe niveli më i lartë i të ardhurave në kryeqytet, qasja më e lehtë në sistemin bankar dhe prania më e madhe e remitancave ndikojnë. Kjo është vetëm një mesatare për afërt, pasi çdo qytetar kyç shuma të ndryshme parash në bank dhe ka një rënje të lehtë të numrit të popullsisë që nga censi i vitit 2023, përmes shifrave të cilit është bërë për llogaritja e shumës së depozitave për frymë. Në 3 mujorin e tretë të 2025-s ka pasur rritje të shumës së depozitave në secilin prej qarqeve të vendit, pavarësisht se në Tiranë është e përqendruar pjesa më e madhe e popullsisë dhe aktivitetit ekonomik. Lezhë rezultonte e qarku me rritjen më të lartë të kursimeve në periudhën korrik-shtator, rreth 6%, ndjekur nga Vlora me 5.6%. Ndërkohë, Elbasani është qarku që ka regjistruar rritjen më të ulët të depozitave me vetëm 1% dhe Fieri 1.6%. Depozitat në monedhë huaj, kryesisht euro, vijojnë të dominojnë ndaj atyre në lek. Tregtia e shërbimeve mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë ka njohur rritje. Britania ka eksportuar kryesisht shërbime transporti dhe udhëtimi me vlerë përkatësisht 71 milion dhe 50 milion pound, ndërsa nga ana tjetër Shqipëria ka përfituar 106 milion pound nga turizmi britanik. Tregtia mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë po njeh një intensifikim të dukshëm si në mallra ashtu edhe në shërbime. Sipas të dhënave nga Office for National Statistics, në sektorin e shërbimeve raporti ONS evidenton një rritje të dukshme të vëllimeve tregtare. Britania ka eksportuar drejt Shqipërisë 71 milion pound në shërbime transporti, të ndjekura nga 50 milion pound në shërbime udhëtimi dhe turizmi, që përbëjnë së bashku mbi 70% të gjithë shërbimeve të eksportuara. Në rritje janë edhe shërbimet e pronësisë intelektuale dhe ato të biznesit, duke reflektuar një interes në rritje për bashkëpunime profesionale, konsulencë dhe teknologji. Nga ana tjetër, shërbimet që importon Britania nga Shqipëria janë po aq të rëndësishme për ekonominë shqiptare. Në krye qëndron turizmi me 106 milion pound, që përbën pothuajse 70% të totalit të importeve të shërbimeve. Kjo shifër tregon se britanikët po e zgjedhin gjithnjë më shumë Shqipërinë si destinacion udhëtimi, trend që lidhet me çmimet konkurruese, natyrën e paprekur dhe promovimin e vazhdueshëm të vendit në tregjet europiane. Shërbimet e transportit dhe ato të biznesit vijojnë listën, ndërsa edhe sektori publik dhe ai i komunikimeve po fillojnë të fitojnë terren. ONS thekson se shërbimet qeveritare të importuara nga Britania u rritën me 33.3%, çka sugjeron zgjerim të bashkëpunimit institucional ndërmjet dy vendeve. Rritja e investimeve britanike në Shqipëri, veçanërisht në turizëm dhe infrastrukturë, mund të përshpejtojë më tej këtë trend pozitiv në vitet e ardhshme. Në krye të listës së mallrave që Britania eksporton drejt Shqipërisë qëndrojnë makina, të cilat në fillim të vitit renditeshin në fund të listës, me vlerë rreth 2.8 milion pound. Donse ka pësuar një rënje me 32.9% krahasuar me vitin e kaluar. Pas tyre renditen pijet dhe duhanit, ushqimet e ndryshme dhe makineritë e specializuara që kanë shënuar një rritje prej 25.3%. Edhe pajisjet e zyrave vijojnë të përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të eksporteve britanike, me vlerë 2 milion pound, edhe pse me një rënje prej afro 30%. Në total, këto 5 kategori përfaqësojnë thelbin e tregtisë së mallrave nga Britania drejt Shqipërisë, duke reflektuar kërkesën e shtuar për teknologji dhe produkte konsumi në tregun shqiptar. Në anën tjetër, veshjet kryesojnë eksportet shqiptare drejt Mbretërisë së Bashkuar, me vlerë rreth 2.1 milion pound, të ndjekura nga frutat dhe perimet dhe pijet dhe duhani. Eksportet e drithrave arrin në 840.000 pound, ndërsa këpucët përbëjnë rreth 820.000 pound, edhe pse kjo kategori ka pësuar një rënje të thellë prej 68% krahasuar me vitin 2024. Këto shifra tregojnë një strukturë klasike të tregtisë Shqipëri-Britani, ku vendi ynë mbetet furnizuesi kryesor i produkteve të industrisë së lehtë dhe bujqësore, ndërsa importon teknologji dhe produkte të konsumit me vlerë të shtuar.
Muaji tetor ka vijuar me një ritëm të lartë të zhdoganimeve për mallrat e akcizës, duke bërë që të ardhurat doganore të arrijnë 210 milion euro. Rritja në raport me tetorin e vitit 2024 është afro 18 milion euro. Administrata doganore ka mbyllur muajin tetor të vitit 2025 me performancë financiare pozitive, duke realizuar 21 miliard lek të ardhura, por rreth 210 milion euro. Rritja në raport me tetor 2024 regjistrohet në afro 18 milion euro më shumë. E përkthyer në përqindje, rritja rezulton të jetë në rreth 9.3%, çka e vendos institucionin në linjë me objektivat e programit të vitit. Kapërcimi i ndjeshëm është regjistruar në zhdoganimin e mallrave të akcizës. Volumi i karburanteve të importuara u rrit me 12.000 ton krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë, duke kapërcyer edhe nivelin e shtatorit 2025. Edhe konsumi i cigareve tregoi rritje me rreth 30 ton më shumë. Në totalin e periudhës janar-tetor 2025 të ardhurat doganore arritën në 199.7 miliard lek, duke qenë 9.2 miliard lek më shumë se një vit më parë, që përfaqëson një ritëm rritjeje prej 5%. Performanca rezulton gjithashtu plotësisht në përputhje me planin mujor të vendosur. Mallrat e akcizës kanë shënuar sasi rekord gjatë 10 mujorit, me rritje të qëndrueshme në të gjitha kategoritë kryesore. Konkretisht, importi i karburanteve u rrit me 71.200 ton në 10 mujorin e këtij viti, krahasuar me një vit më parë. Importi i cigareve u rrit me 235 ton, importi i kafes me 203 ton dhe importi i birrës me 1.600 ton. Këto tregues pasqyrojnë aktivitet më të lartë ekonomik dhe konsum më të gjerë në treg, ndikuar ndjeshëm nga ecuria pozitive e sektorit të turizmit, duke mbështetur trendin pozitiv të mbledhjes së të ardhurave dhe besimin në vimësinë e rritjes gjatë muajve të ardhshëm. Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara ka përmirësuar më tej performancën e saj financiare dhe mënyrë menaxhimin e pasurive në administrim. Të ardhurat nga qyradhënia e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara arritën në 162.2 milion lek për gjatë 9 mujorit të vitit 2025 me rritje vjetore për 48.2%. Të ardhurat nga qyradhënia e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara arritën në 162.2 milion lek gjatë 9 mujorit të vitit 2025, me një rritje prej 48.2% kundrejt së njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Referuar këtyre shifrave, Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara ka përmirësuar më tej performancën e saj financiare dhe mirë menaxhimin e pasurive në administrim, duke shënuar një rezultat rekord sa i përket të ardhurave nga qyradhënia e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. Muaji shtator ka rezultuar me të ardhurat më të larta për agjencinë, që arritën në 22.4 milion lek, nga 15 milion lek në shtatorin e vitit të kaluar, një rritje prej pothuajse 49%. Kjo rritje e fortë tregon se strategjitë e reja për vënien në përdorim të pasurive janë duke dhënë efekt të menjëhershëm, ndërsa gjithnjë e më shumë, pronat po gjenerojnë të ardhura të qëndrueshme për buxhetin e agjencisë, përmes të cilit mbështeten më tej agjencitë ligjzbatuese. Në krahasim me vitin 2024, të ardhurat e këtij viti janë rreth 53 milion lek më të larta, duke reflektuar një performancë më të mirë në pothuajse çdo muaj, veçanërisht gjatë marsit, korrikut dhe shtatorit, periudha në të cilat janë formalizuar një numër i lartë kontratash të reja qiraje. Nëse ky trend vijon, të ardhurat totale për vitin 2025 pritet të tejkalojnë nivelin prej 200 milion lekësh, duke vendosur një standard të ri në administrimin e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara, përveç rritjes të së ardhurave, ka si prioritet përdorimin social të pasurive të konfiskuara përmes projekteve në bashkëpunim me bashkitë dhe organizatat sociale, si pjesë e politikës për rikthimin e vlerës së pasurive në shërbim të komunitetit. Rritja e të ardhurave nuk është vetëm tregues financiar, por edhe dëshmi e një administrimi më të drejtë dhe transparent të pasurive që i kthehen shoqërisë, bën me dije Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. Ndryshimet në ligjin për sektorin minerar synojnë nxitjen dhe inkurarimin e veprimtarive të kërkim zbulimit për shtimin e potencialit të rezervave minerare. Sipas zëvendës Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë Besian Kadiu, këtë leje do të jepet me procedurë të hapur për të gjithë zonat, për të cilat nuk ka informacion gjeologjik.
Lejet e kërkim zbulimi do jepen me procedurë të hapur për të gjitha zonat për të cilat nuk ka informacion gjeologjik, apo në ato zona për të cilat ka informacion, por ka interes për studim më të hollësishëm dhe besueshmëri më të lartë në lidhje me të dhënat për zonën. Ky është një prej ndryshimeve të parashikuara në ligjin për sektorin minerar, që sipas vendas ministrit të infrastrukturës dhe energjisë Besian Kadiu, ka si qëllim nxitjen dhe inkurajimin e veprimtarive të kërkim zbulimit për shtimin e potencialit të rezervave minerare, veçanërisht atyre deficitare në rajon dhe në BE. Me qëllim nxitjen dhe inkurajimin e veprimtarive të kërkim zbulimit për shtimin e potencialit të rezervave minerare, veçanërisht të atyre rezervave të cilat janë deficitare në rajon, por edhe në Bashkimin Evropian, në kontekstin e të aktit të Bashkimit Evropian për lëndët kritike dhe strategjike, në projekt ligj është parashikuar dhënia e lejeve për kërkim zbulimi me procedurë të hapur për të gjithë zonat të cilat nuk ka informacion paraprak gjeologjik. Një tjetër ndryshim ka të bëjë me përcaktimin e një afati kohor për pezullimin e veprimtarisë për shkak të problemeve të ndryshme që mund të hasin kompanitë minerare. Në draftin e ligjit është përcaktuar e drejta për të kërkuar pezullim deri në 1 vit. Ndryshime parashikohen edhe në drejtim të garancisë që paguajnë kompanitë që ushtrojnë aktivitet minerar për rehabilitimin mjedisor të zonës. Aktualisht, vlera e rehabilitimit përcaktohet mbi bazën e llogaritjeve në momentin e licencimit, ndërkohë që projekt ligji parashikon që kjo vlerë të rishikohet bazuar me vlerën që do të kërkojë rehabilitimi mjedisor i zonës në momentin kur leja minerare përmbyllet. Po ashtu, ligji minerar ka parashikuar detyrimin e shoqërive që në përfundim të afatit të lejes të rehabilitojnë zonën në të cilën kanë kryer veprimtarinë, por nuk ka të përcaktuar afatin se për sa kohë duhet të kryhet ky rehabilitim. Për këtë arsye, ndryshimet ligjore parashikojnë një afat deri në 18 muaj për kryerjen e rehabilitimit. Në rast se zotëruesi i lejes minerare ka braktisur zonën e lejes për 18 muaj, garancia e rehabilitimit të depozituar kalon në favor të shtetit. Turizmi shqiptar rritet çdo vit, por mungesa e punonjësve po kthehet në pengesë serioze për sektorin. Operatorët kërkojnë ndihmë nga treqet e huaja, ndërsa ekspertët theksojnë se zgjidhja duhet të vijë nga arsimimi dhe trajnimi i të rinjve brenda vendit. Sektori turistik në Shqipëri po përballet me mungesë të theksuar të fuqisë punëtore dhe siç ka treguar realiteti, operatorët po kërkojnë ndihmë nga tregjet ndërkombëtare. Sipas të dhënave të Unionit Turistik, turizmit shqiptar i nevojiten rreth 30.000 punonjës, kryesisht në sektorët e hotelerisë, shërbimeve ushqimore, plazheve dhe transportit turistik, por cilat janë kërkesat reale të tregut për punonjës në këtë sektor. Ajo për cilën po diskutohet edhe së fundmi në treg rreth nevojës së krahut punës apo burimeve njerëzore në të gjithë industrinë turistike, mund të them që ende nuk ekziston një numër real për sa i përket nevojës së drejt për drejt dhe nevojës së menjëhershme në industrinë turistike. Në mënyrë të drejt për drejt mund të jetë nevoja për diku tek 7 deri në maksimumin ndoshta 10.000 punonjës në të gjithë industrinë turistike, pra që do të thotë për të gjithë aktorët që mund të jetë, përveç se është Horeca, kemi transportin, që është i rëndësishëm, kemi guida turistike. Në mënyrë të drejt për drejt, them se me 7 deri në 10.000 maksimumi mund të çojmë drejt gjës së duhur në industrinë turistike. Një ndër kërkesat është dhe ngritja e akademisë turistike, por sa e nevojshme është dhe sa do e përmirësojë sektorin e turizmit ngritja e një akademie. Për sa i përket implementimit të një apo krijimit të një akademie të turizmit e ka quajtur, me thënë të drejtën jemi mësuar tashmë me këto emrat me pompozitet madh, nuk është shumë e nevojshme për të ndërtuar një akademi të veçantë për këtë, sepse kemi pasur edhe terma të tjerë të bujshëm për sa i përket akademive për aktivitetet të ndryshme, por mendoj që në qoftë se investohet mirë me strategji, edhe në aspektin financiar, në industrinë, në tërësinë e industrisë së arsimit. Atëre, vetë industria arsimore do të sjellë ty krah pune të përgatitur
gjysmë të përgatitur, të specializuar, gjysmë të specializuar, pra sipas nevojave të tua. Disa nga kërkesat që Unioni Turistik ka ngritur është implementimi i sigurimeve jashtë zonit turistik, ngritja e linjave të dedikuara për transportin turistik me destinacion Bregdetin, rritja e pjesëmarrjes në panajre ndërkombëtare dhe aktivitetet promovuese rajonale të tjerë. Qytetet e Firit dhe Elbasanit pritet të kenë një infrastrukturë të re dhe moderne për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Operatori i blerjeve të përqendruara ka hapur 2 tendrat me vlerë totale prej 66.1 milion lek për projektimin e infrastrukturës në këto 2 qytete. Qytetet e Firit dhe Elbasanit pritet të kenë një infrastrukturë të re moderne për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Operatori i blerjeve të përqendruara ka hapur 2 tendrat me vlerë totale prej 66.1 milion lek për projektimin e infrastrukturës në këto 2 qytete. Referuar dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, projektimi për zonën e mbetjeve të Elbasanit ka një fond limit prej 34 milion lekësh dhe parashikon krijimin e sistemeve të menaxhimit të mbetjeve të ngurta, duke siguruar një zgjidhje të qëndrueshme efikase ekonomikisht në përputhje me standardet mjedisore. Qëllimi i zgjerimit është të rritet kapaciteti i depozitimit dhe të sigurohet një menaxhim i qëndrueshëm i mbetjeve për periudha 10-20 vjeçare. Nga ana tjetër, një nga kërkesat e parashtruara nga shoqëria Eko Elbasane menaxhimit të mbetjeve të Elbasanit është edhe instalimi një impjanti fotovoltaik me kapacitet prodhues 2 MW në orë për përmirësimin e gjendjes aktuale mjedisore në afërsitë të landfillit rajonal të Elbasanit dhe rritjen e efikasitetit energjetik në shërbim të objekteve që do të futen në prodhim. Nga ana tjetër, projektimi për zonën e mbetjeve të Firit ka një fond limit prej 32 milion lekësh dhe parashikon krijimin e sistemit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta për Firin. Ky projekt do të reduktojë ndotjen si dhe do të përmirësojë cilësinë e jetesës. Po kështu edhe në qarkun e Firit, në landfill parashikohet instalimi një impjanti fotovoltaik me kapacitet prodhues 2 MW në orë për përmirësimin e gjendjes aktuale mjedisore në afërsitë të landfillit rajonal të Firit. Ndërkohë, qëllimi i instalimit të impjantit fotovoltaik është sigurimi i energjisë elektrike të qëndrueshme dhe me kosto të ulët për landfillin, ulja e varësisë nga rrjeti kombëtar, si dhe do të kontribuojë në reduktimin e emetimeve të karbonit dhe në zbatimin e objektivave të gjelbërimit, thuhet në dokumentin e Agjencisë së Prokurimit Publik. Vendet kandidate për të antarësuar në Bashkimin Evropian po përshtasin politikat e tyre digjitale me standardet e bllokut. Kërkesat përfshin krijimin e portofoleve digjital dhe forcimin e sigurisë kibernetike. Për të antarësuar në Bashkimin Evropian, vendet duhet të parafrohen me koleksionin e ligjeve, rregulloreve dhe politikave të bllokut me 27 antar. Kjo përfshin kërkesat për teknologjinë dhe infrastrukturën digjitale, si portofoliot digjital dhe shërbimet online të qeverisë, por edhe mbrojtjen kibernetike që duhet të jetë në përputhje me pjesën tjetër të Bashkimit Evropian. Në vitin 2024, Bashkimi Evropian miratoi një rezolutë që u kërkon shteteve anëtare të ndërtojnë portofol digjital gjatë 2 viteve të ardhshëm, si pjesë e përpjekjeve për të zgjeruar ofertën e shërbimeve online për qytetarët. Këta portofol do të mundësojnë qytetarëve të Bashkimit Evropian të vendosin karta identitetit digjitale, të provojnë identitetin dhe të nënshkruajnë dokumente të rëndësishme. Sistemi duhet të jenë në përputhje me të gjitha rregullat e Bashkimit Evropian për shkëmbimin e të dhënave dhe mbrojtjen e privatësisë. Disa nga vendet kandidate, duke përfshirë Bosnjën dhe Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut dhe Moldavinë, kanë krijuar ose po testojnë aplikacione për portofol digjital. Deri në vitin 2026, Ukraina, Serbia dhe Shqipëria pritet të kenë sistemet e tyre elektronike të identifikimit. Maqedonia e Veriut ka paralajmëruar se do të prezantojë brenda 2025-s një super aplikacion të quajtur M.Uslugi, që do të ofrojë qytetarëve rikujtues për afatet, një kujti digjitale postare dhe një hapësirë për ruajtjen e dokumenteve personale. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se identiteti digjital i Shqipërisë do të zhvillohet nga një kompani shtetërore e quajtur Identitek, e cila do të lejojë qytetarëve të përdorin ID-n në telefona ose kompjuter si
portofol shumë funksional. Një tjetër fushë ku vendet duhet të përputhen me Bashkimin Evropian është siguria kibernetike përmes zbatimit të disa ligjeve si direktivat e sistemeve të rrjetit dhe informacionit që unifikojnë mbikëqyrjen në 18 sektor. Ndër kërkesat kryesore, çdo vend duhet të krijojë strategjinë e vet kombëtare së bashku me një listë të shërbimeve thelbësore që kërkojnë mbrojtje shtesë në sektor si energjia, transporti, shëndetësia, financat dhe infrastruktura digjitale. Shqipëria, Malezi, Turqia, Gjeorgjia, Moldavia dhe Maqedonia e Veriut kanë tashmë strategji kombëtare për sigurinë kibernetike që janë të parafruara tërësisht ose pjesërisht me direktivat e Bashkimit Evropian. Strategjia kombëtare e Malit të Zi, për shembull, përfshin qendrën për zhvillimin e kapaciteteve kibernetike në Ballkanin Perëndimor, që u krijua në vitin 2022 si projekt i përbashkët me autoritetet franceze dhe slovene. Përdorimi i inteligjencës artificiale në fusha si arsimi, punësimi, shëndetësia dhe rendi publik do të duhet të përputhet me kërkesa të rrepta për siguri, transparencë dhe mbrojtje të të dhënave. Vendet duhet të krijojnë autoritetet kombëtare mbikëqyrëse për të garantuar zbatimin e rregullave dhe që çdo sistem i teknologjisë së re të jetë i auditueshëm dhe i gjurmueshëm. Shqipëria, Moldavia, Serbia dhe Ukraina kanë tashmë strategji për inteligjencën artificiale. Megjithatë, asnjëra prej tyre nuk ka miratuar ende legjislacion të posaçëm. Strategjia e Shqipërisë parashikon përdorimin e inteligjencës artificiale në sektorin e energjisë, në prokurimet publike dhe luftën kundër evazionit fiskal. Gjithashtu, Tirana zyrtare ka themeluar ministrin e parë në botë të krijuar nga inteligjenca artificiale. Ministrja e quajtur Diella është përgjegjëse për vendimarrjen mbi tenderet publik, një proces që sipas kryeministrit Edi Rama do të garantojë transparencë të plotë dhe eliminim të korrupsionit. Pavarësisht të rënjes drastike të turistëve rus, Malezi bijon rritjen e numrit të vizitorëve. Mungesa e qytetarëve nga Rusia është kompensuar nga dy fishimi i qytetarëve turq në vend, shumë prej të cilëve shkojnë për të jetuar. Në muajin shtator, Malezi priti 189.447 turistë, të cilët qëndruan gjithsej 187.000 net. Krahasuar me shtatorin e vitit 2019, numri i tyre u zgjerua me 24.200, ndërsa numri i neteve të kaluara u rrit me vetëm 7.000. Ky ndryshim lidhet ndër të tjera me përbërjen e vizitorëve. Pas turistëve serb për vite me radhë në vend dominoni qytetarët nga Rusia. Megjithatë, për shkak të vendimeve politike, veçanërisht sanksioneve në Federatës Ruse, situata ka ndryshuar. Sanksionet quan në anullimin e fluturimeve drejt Moskos, duke sjellë një rënje drastike të vizitorëve rus. Edhe në vitin 2019, numri i tyre randishëm në raport me periudhat e mëparshme, por konsiderohet si vit rekord para pandemisë dhe përdoret gjithmonë për krahasim. Këtë shtator 5.946 turistë nga Rusia vizituan vendin, ndërsa në të njëjtin muaj të vitit 2019 numri i tyre ishte 17.483, pothuajse 3 fish më shumë. Numri i neteve të kaluara nga turistët rusë këtë shtator ishte 25.078, ndërsa 6 vjet më parë ishte 125.395, 5 herë më shumë. Ndryshe nga rusët, në vitet e fundit më shumë qytetarë turq kanë vizituar Malin e Zi. Një pjesë e madhe e tyre nuk shkojnë si turistë, por për të jetuar në vend. Sipas dhënave të Monstat për shtatorin, 6.682 turistë nga Turqia vizituan Malin e Zi, 2 herë më shumë se në vitin 2019, ku numri ishte 3.316. Numri i neteve të kaluara nga turqit këtë shtator ishte 16.132, ndërsa në vitin 2019 ishte 5.896, pothuajse 3 fish më shumë. Javën e kaluar, qeveria hoqi regjimin pa viza për qytetarët turq. Ky vendim synon të rregullojë fluksin e vizitorëve dhe të përmirësojë kontrollin mbi qëndrimin e shtetasve të huaj në vend. Që nga viti 2021, kostot e ngrohjes në Gjermani janë rritur me 82%. Kjo ka ardhur kryesisht për shkak të shkëputjes së marrëdhënieve me Rusinë pas pushtimit të Ukrainës. Gjermanët po përballen me një rritje prej 82% të kostove të ngrohjes që nga viti 2021. Një rol të rëndësishëm ka pasur shkëputja e lidhjeve me Rusinë pas pushtimit të Ukrainës. Shoqata gjermane e administratorëve të pronave parashikon se në vitin 2025 ngrohja e një apartamenti 70 metra katror me gaz do të kustojë rreth 1.180 euro në vit, një rritje prej 15% krahasuar me vitin e kaluar, sipas kompanisë Techem, që analizoi të dhënat nga 100.000 ndërtesa banimi. Kostot e ngrohjes kanë arritur
nivelet më të larta në 4 vitet e fundit, me një rritje prej 82% që nga viti 2021. Në Gjermani ngroja zakonisht përfshihet në qera përmes një pagese mujore paraprake, e cila rishikohet në fund të vitit. Ky sistem ka sjellë surpriza të pakëndshme për shumë qeramarës, të cilët përballen me fatura korrigjuese gjithnjë më të larta. Sipas Eurostat, 13% e familjeve gjermane tani shpenzojnë më shumë se 40% të ardhurave të tyre për banim, 5 pikë përqindje mesatare në europiane, duke u renditur në vendin e dytë pas Danimarkës. Kriza energjetike dhe rritja pasuese e çmimeve të ngrohjes lidhen kryesisht me kalimin e detyruar të Gjermanisë të furnizues të rinj të energjisë. Para luftës në Ukrainë në vitin 2020, Rusia siguronte 55% të importeve gjermane të gazit, kryesisht përmes tubacioneve që garantonin furnizim të qëndrueshëm dhe të përballueshëm. Sot Norvegjia është bërë furnizuesi kryesor i Berlinit, duke përbërë 48% të importeve të gazit në vitin 2024, e ndjekur nga Holanda me 25% dhe Belgjika me 18%. Ky tranzicion ka rezultuar më i kushtueshëm jo vetëm për shkak të rrugëve të reja të furnizimit, por edhe sepse produkti mbërrin në formën e gazit natyror të lëngshëm, një alternativë më e shtrenjtë në krahasim me transportin përmes tubacioneve. Ministrat e klimës të Bashkimit Evropian po përpiqen të miratojnë një objektiv të ri për uljen e emetimeve përpara samitit në Brazil. Bloku kërkon të luajë rol udhëheqës në luftën kundër ndryshimeve klimatike. Ministrat e klimës të Bashkimit Evropian synojnë të miratojnë një objektiv të ri për ndryshimet klimatike që të mos shkojnë të papërgatitur në samitin e OKB-s COP30 në Brazil. Dështimi për të arritur një marrëveshje mund të rrëzojë pretendimet e Bashkimit Evropian për të udhëhequr bisedimet e COP30. Këto bisedime do të testojnë vullnetin e ekonomive të mëdha për të vazhduar luftën kundër ndryshimeve klimatike, pavarësisht kundërshtimeve nga presidenti amerikan Donald Trump. Shtete si Kina, Britania dhe Australia kanë paraqitur tashmë objektivat e tyre të rinj për klimën para COP30, por Bashkimi Evropian që ka disa nga politikat më ambicioze në botë për uljen e emetimeve të dioksidit të karbonit, po has vështirësi për të menaxhuar pakënaqësinë e qeverive që dyshojnë se bloku mund të përballojë këto masa krahas prioriteteve të mbrojtjes dhe industrisë. Bashkimi Evropian do të vazhdojë të bëjë çmos edhe në këto rrethana në Belem për të mbrojtur angazhimin e tij ndaj multilateralizmit dhe marrëveshjes së Parisit, u shpreh një zyrtar i bllokut. Pika fillestare e bisedimeve është propozimi i Komisionit për të ulur me 90% emetimet neto të gazeve serë deri në vitin 2040, krahasuar me nivelet e 1990-s, duke mbajtur vendet në rrugën drejt neutralitetit klimatik deri në vitin 2050. Italia, Polonia dhe Republika Çeke janë ndër vendet që paralajmërojnë se ky objektiv është shumë kufizues për industritë e tyre vendase, të cilat po përballen me kosto të larta të energjisë, importe më të lira nga Kina dhe tarifat amerikane. Ndërkohë shtete si Holanda, Spanja dhe Suedia argumentojnë se përkeqësimi i modit ekstrem dhe nevoja për të konkurruar me Kina në prodhimin e teknologjive të gjelbra kërkojnë objektiva më ambicioz. Një studim i Universitetit të Maryland dhe Microsoft zbuloi se polonishtja është gjua më efektive për të komunikuar me modelet e inteligjencës artificiale. Në vend të dytë renditet frëngjishtja, ndërsa gjua kineze shënon rezultate të ulta. Nga 26 gjuhë të ndryshme, polonishtja rezulton të jetë më efektive për komandimin e modeleve të inteligjencës artificiale, ndërsa anglishtja renditet vetëm me 6 sipas një studimi të Universitetit të Maryland dhe Microsoft. Eksperimenti ynë solli disa rezultate surprizuese. Së pari, anglishtja nuk performoi më mirë në të gjitha modelet, në fakt renditej 6 nga 26 gjuhë kur u vlerësuan tekstet e gjata, ndërsa polonishtja rezulton të jetë gjua udhëheqëse në këtë aspekt, shkruhet në raportin e autorëve. Një ekip studiuesh testoi mënyrën se si modelet kryesore të inteligjencës artificiale, duke i përfshirë OpenAI, Google Gemini, DeepSeek, reaguan ndaj të njëjtave udhëzime në shumë gjuhë të ndryshme. Rezultatet treguan se polonishtja kishte një saktësi mesatare prej 88% në kryerjen e detyrave. Sipas analizës, kjo është gjua më saktë për dhënien e komandave ndaj inteligjencës artificiale. Deri tani, polonishtja konsiderohej gjërësisht si një nga gjuhët më të vështira për të mësuar. Rezulton se njerëzit kanë vështirësi me to, por jo inteligjenca artificiale njoftuan burimet polake. Sistemet e teknologjisë së re e kuptuan shumë mirë gjuhën polake, edhe pse korpusi i të dhënave në këtë gjuhë është dukshëm më i kufizuar se sa ai në anglisht ose kinezisht. Nga ana tjetër, gjuha kineze performoi dobët, duke u renditur e 4-ta nga fundi ndër 26 gjuhët e testuara. Frëngjishtja renditet e 2-ta me 87%, e ndjekur nga italishtja me 86% dhe gjuha spanjolle me 88%.
85%. Më pas pozicionohet dëgjuaruse me një saktësi prej 84%, ndërsa anglishtjarën ditët e gjashta me 83.9%. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.